Arkivi qendror i shtetëror i filmit ka restauruar deri më tani 19 filma të ish kinostudios Shqipëria e Re, duke rikthyer në jetë disa prej kryeveprave më përfaqësuese të kinematografisë shqiptare. Kreu i qeverisë bëri të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shfaqen sekuenca nga filmat e restauruar, ndërsa theksoi se këto materiale ikonike me figurë zë dhe ngjyra të rikthyera janë mjeshtërisht në formatin 4K. Procesi i restaurimit ka nisur në vitin 2012 në bashkëpunim edhe me studio ndërkombëtare të specializuar me digitalizimin e materialeve filmike. Deri më sot, fokusi është përqendruar te filmat e prodhuar para viteve 90, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe artistike të vendit tonë. Përmes teknologjisë moderne, çdo film ka kaluar në një trajtim të plotë, duke përfshirë pastrimin e kornizave të dëmtuara, korrigjimin e ngjyrave, restaurimin e kolonës zanore dhe finalizimin e materialit të cilësisë 4K. Ndërtitujt e restauruar deri më tani përfshihen produksione të njohura si Nga një mbi vdekjen, Thimi i ushtrisë së vdekur, Lulkuqet mbi mur, Përrall nga e kaluara, Liria vdekje, Nëntori i dytë, Kapedani dhe shumë të tjerë, të cilët kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën kolektive. Këto filma, të cilët dikur u realizuan në kushte të vështira teknike, sot po marrin një jetë të re përmes restaurimit profesional. Arkivi qendror shtetëror i filmit thekson se ky projekt nuk është vetëm një ndërhyrje teknike, por një proces i domosdoshëm për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare. Digitalizimi në format video dhe audio i këtyre veprave siguron që ato të mbeten të aksesueshme për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm, duke i kthyer në pasuri të qëndrueshme të fondit në kinematografisë shqiptare. Në vijim, pritet që lista e filmave të restauruar të zgjerohet më tej, me synimin për të ruajtur sa më shumë nga arkivi i pasur i ish kinostudios Shqipëria e Re.